Presidenti rus Vladimir Putin do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Pekin në datat 19 dhe 20 maj, me ftesë të presidentit kinez Xi Jinping, në një moment që konsiderohet me rëndësi të veçantë për partneritetin strategjik mes të dy fuqive. Sipas njoftimit të Kremlinit, vizita përkon me 25 vjetorin e nënshkrimit të traktatit të fëqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit miqësor nëpërmjet Rusisë dhe Kinës, një dokument i cili prej dekadash konsiderohet themeli politik dhe diplomatik i marrëdhënieve mes Moskës dhe Pekinit. Gjatë takimit, Putin dhe Xi pritet të diskutojnë zhvillimet më të fundit ndërkombëtare, forcimin e bashkëpunimit strategjik dypalësh, si dhe koordinimin në çështje rajonale dhe globale. Kremlini bëri të ditur se në fokus do të jenë siguria ndërkombëtare, ekonomia, energjia, teknologjia dhe zgjerimi i marrëdhënieve tregtare mes të dy vendeve. Në kuadër të vizitës, presidenti rus do të zhvillojë bisedime edhe me kryeministrin kinez Li Qiang, ku pritet të trajtohen projektet ekonomike dhe investime strategjike mes të dy ekonomive. Vizita e Putinit vjen në një periudhë kur marrëdhëniet mes Rusisë dhe Kinës kanë hyrë në një fazë të reafrimi politik dhe ekonomik. Mbas sanksioneve të vendosura nga vendet perëndimore ndaj Moskës për shkak të luftës në Ukrainë, Rusia e ka zhvendosur një pjesë të madhe të fokusit të saj ekonomik drejt tregjeve aziatike, me Kinën që tashmë konsiderohet partneri kryesor tregtar i saj. Gjatë vizitës së fundit të Putinit në Kinë në vitin 2025, të dy liderët nënshkruan disa marrëveshje të rëndësishme në sektorët e energjisë, teknologjisë dhe infrastrukturës me qëllim themelimin e bashkëpunimit afatgjat mes të dy vendeve. Vizita në Pekin merr gjithashtu një rëndësi të veçantë gjeopolitike, pasi zhvillohet vetëm pak ditë mbas samitit dy ditor të presidentit amerikan Donald Trump në Kinë, i cili ishte udhëtimi i parë presidencial amerikan në Pekin pas afro një dekade.